Biblioteka Kombëtare, që është institucioni më i vjetër i shtetit shqiptar kulturor, domethënë institucioni i krijuar më njëherë pas qeverisë shqiptare në 1920, është një bibliotekë shumë e pasur, shumë më tepër se që përfituron publiku. Padyshim që pjesa kryesore si çdo bibliotekë kombëtare është kultura kombëtare, trashëgimia kombëtare, për cilën njohuria shumë e madhe, por ka një pjesë tjetër që është po aq e rëndësishme, të cilën në disa operacione, siç ishte ekspozita e veneciane, koleksioni venecian që bën para disa muajsh, kjo e mesdheut është për të treguar publikut shqiptar ato pasuri të mëdha, është një mënyrë edhe për të rritur prestigjin e bibliotekës, por dhe që është një pasuri e këtij populli e cila duhet të njihet. Sepse janë vlera që na bëjnë nder, që janë mbledhur ato, i kanë mbledhur intelektualët shqiptar, kanë qenë në familjet shqiptare, kanë qenë këtu në fund i fundit. Dhe është diçka që meriton të njihet. Tani Tirana për vitin 2025 është kryeqyteti mesdhetar për kulturën dhe dialogun. Dhe natyrisht kjo ekspozit çelet edhe në... Kjo me këtë rast u bë dhe në koordinim me Fondacion Analind, që është fondacioni që organizoi, por ka dhe një dimension tjetër, që ne jemi një vend mesdhetar. Shqipëria ka gjatë det. Deti është tepër i rëndësishëm dhe në historinë e saj deti mesdheu ka qenë mjaft i rëndësishëm. Për fat të keq, dhe për shkak se në kohën e komunizmit deti ishte i mbyllur, po dhe më përpara në shekull turq ishte një kufi që ndante një perandori nga pjesa tjetër që ishin armiqësore, shqiptarët u larguan nga deti dhe dimensioni mesdhetar, që është tepër i rëndësishëm në historinë tonë, nëse përmendim. Në shkolla s'përmendet fare, bile dhe ne, unë shikoja në bibliotekë, ne kemi sektorin e studime albanologjike, ballkanologjike. Mesdheu është më pak i rëndësishëm. Kështu që një nga arsyet është për treguar gjithë qytetrimet e mesdheut që në mënyra një tjetër kanë ndikuar me cilat kemi marrë, kemi dhënë, që nga greko-romakët, bizantin, venecian, oriental, gjerë në rilindja italiane, edhe kështu me radhë. Dhe rëndësishme është që trojet shqiptare kanë qenë pjesë integrale e kësaj trashëgimie shpirtërore, materiale. Është shumë e rëndësishme të futet ky dimension. Të njihen ato pjesë të historisë tonë, të cilat sepse asnjë popull nuk është një ishull. Asnjë popull e shqiptarët s'kanë jetuar në një ishull të veçuar. Shqiptarët kanë marrë, kanë dhënë me të tjerët. Kemi qenë pjesë e perandorisë romake, pjesë e arealit grek, bizantin, oriental. Kemi marrë, kemi dhënë me gjithë këto popull të tjerë, me gjithë këto qytetrime, dhe nuk mund të kuptohet as historia jonë pa kuptuar këto qytetrime. Për më tepër pastaj janë libra mjaft me vlerë. Janë me vlerë që çdo biblioteka dhe vende shumë të rëndësishëm të krenoheshin. Mendoj që biblioteka kombëtare në këtë drejtim, dhe mund ta them me siguri se tani e njoh, në Ballkan është nga bibliotekat më të pasura në këtë drejtim.